Kryetari aktual i Partisë Demokratike Sali Berisha është konfirmuar zyrtarisht si vetmi kandidat në garën për drejtimin e kësaj force politike në zgjedhjet e 23 majit, pas përfundimit të procedurave të verifikimit nga Komisioni Zgjedhor i Partisë. Në një komunikim online me qytetarët, Berisha u pyet për mungesën e garës së plot brenda Partisë Demokratike dhe faktin që nuk ka kandidatë të tjerë konkurrues. Ai u shpreh se Partia Demokratike sipas tij garanton një proces të rregullt dhe demokratik, duke theksuar se zgjedhja e kryetarit nga ndarësia përbën formën më të lartë të demokracisë së brendshme. Sipas kreut të Partisë Demokratike, kjo forcë politike ka garën më të ndershme dhe formën më demokratike të garës që mund të ekzistojë. U shpalli burgosur politik sepse ishte për kohën që qëndroi në burg, por në burg e shiti vetën. Ata që kanë mbajtur qendrim që përfaqësojnë pushtetin, lidhet me pushtetin, ata të cilët kanë punuar kanë qenë kundër në fushat elektorale kundër Partisë Demokratike, ata s'kan dhe s'do kenë vend ndonjëherë në Parti Demokratike. Sa i përket garës brenda partisë, kreu i Partisë Demokratike do të pranohet, tha se do të prandohet çdo kandidat që plotëson kriteret e përcaktuara në rregullore. Për të kandiduar për kryetar partie, duhet të plotësosh disa kritere të caktuara dhe të pranuara. Në rast se je jashtë këtyre kritereve, mund të kandidosh për poste të tjera në deg apo diku tjetër, por nuk mund të kandidosh për kryetar të Partisë Demokratike në një kohë kur nuk ka asnjë kontribut qendror relevant të njohur nga partia. Nuk e bën kërkush sepse e bën qesharake garën i dashur lek. Një ditë më parë, Komisioni Zgjedhor i PD-s skualifikoi disa kandidatura, mes tyre Mereme Selën dhe Vladimir Mulajin, me argumentin se nuk plotësojnë kriteret e kërkuara, ndërkohë disa emra të tjerë nuk janë marrë në shqyrtim, pasi sipas partisë nuk janë antar të PD-s dhe nuk gëzojnë të drejtën për të kandiduar. Procesi zgjedhor në PD pritet të kulmojë në 23 maj, kur antarësia do të shprehet për drejtimin e ri të partisë për 4 vitet e ardhshme.